Po, këtu jam 2 qendrat votimit, jam në qendrën më të madhe të votimit, që është 2002, pra shkolla Abdyl Frashëri, ku gjithsejt numri i votuesve në listën përfundimtare të votuesve është 6196 qytetarë me të drejtë të vote, ndryshe në Prizren janë 76 qendrat e votimit, ka 136 vendvotime, ndërsa numri i votuesve sipas listave që ka Komisioni Komunal Zgjedhor është shumë i lartë në krahasim me regjistrimin e popullsisë që është bërë vitin e kaluar. Gjithsejt në lista janë 182.000 persona, ndërsa në regjistrimin e popullsisë, cili ka qenë vitin e kaluar, në Prizren janë regjistruar 147.000 qytetarë. Po duket gjithçka qetë, ka këtu atje ndonjë qytetar, ndoshta që edhe shkon në punë herët edhe pse është ditë e diel, që vije për të kryer obligimin e tij qytetar, përndryshe për momentin gjithçka është qetë. Urojmë të kemi një proces sa më të qetë demokratik, pa asnjë incident dhe gjithçka të kalojë mirë e mbar.